Gruaja, paqja dhe siguria. Të nderuar panelistë, të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj, është kënaqësi dhe përgjegjësi e veçantë dhe për mua që të marr pjesë sot në këtë konferencë, e cila shënon 25 vjetorin e rezolutës 1325 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, një dokument thelbësor që e ka ndryshuar mënyrën se si bota e sheh rolin e grave në paqe dhe në siguri. Kjo rezolutë është një thirrje për veprim, për përfshirje të grave në vendimarrje, për barazi në mundësinë për njohjen e kontributit të tyre të pasvendësueshëm në çdo aspekt të jetës dhe padyshim dhe në ato të sigurisë. Ne në Policinë e Shtetit e kemi përqafuar këtë frymë dhe po e kthejmë atë në realitet. Në mbështetje të planit veprimit për zbatimin e kësaj rezolute, Policia e Shtetit ndjek dhe realizon detyrimet e saj në drejtim të promovimit të rolit të gruas në radhët e policisë. Në vitet e fundit ne kemi ndërmarrë hapa të rëndësishëm për të përmirësuar përfshirjen e grave dhe për të garantuar atyre mundësi të barabarta për angazhim dhe avancim në karrierë. Janë miratuar politika që nxisin përfshirjen e grave jo vetëm në funksione administrative, por tashmë edhe në sektor operativ dhe në nivelet drejtuese të policisë. Sot gjithnjë më shumë gra dhe vajza po e mbajnë uniformën e policisë me dinjitet, përkushtim dhe profesionalizëm. Ato janë shembull i kurajos, integritetit dhe i aftësisë për të balancuar forcën me humanizmin, vendosmërinë me ndjeshmërinë, cilësi që përbëjnë themelin e një policie moderne dhe qytetare. Me marrjen e detyrës si drejtori i përgjithshëm e kam pasur si objektiv qoftë edhe personal promovimin e vajzave dhe grave në Policinë e Shtetit. Tashmë përmes proceseve të hapura të konkurimit, shumë gra dhe vajza janë ngritur në detyra drejtuese, si shefe komisariati, shefe sektori, drejtuese drejtorish apo koordinatore rajonale. Ky është një tregues i qartë se rruga e meritës, konkurimit dhe mundësive të barabarta është e vetmja mënyrë dhe po jep tashmë rezultat. Fuqizimi i grave në polici nuk është vetëm një çështje barazie gjinore, por një investim në cilësinë e shërbimit që ne i ofrojmë qytetarëve. Ne besojmë fort se prania e grave në polici rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve dhe ndikon pozitivisht në perceptimin e publikut për institucionin tonë. Nëpërmjet bashkëpunimit të ngushtë me shoqatën e grave në polici, me shoqërinë civile, të rinjtë e komunitetet fetare, ne po synojmë të identifikojmë në kohë shenjat e radikalizimit dhe të ndërhyjmë përpara përshkallëzimit të tij. Një vëmendje e veçantë i kushtohet sot hapësirës online, ku rritja e ekspozimit të fëmijëve dhe të rinjve ndaj përmbajtjeve të dëmshme dhe propagandës ekstremiste kërkon përgjigje të mençura përmes edukimit, kontrollit digjital dhe bashkëpunimit ndërinstitucional. Në këtë kuadër, Departamenti për Rendin dhe Sigurinë, Drejtoria për Hetimin e Krimeve Kibernetike në Departamentin e Policisë Kriminale në Policinë e Shtetit, në bashkëpunim me Qendrën për Koordinimin e Kundërshtimit të Ekstremizmit të Dhunshëm, po zhvillojnë një sër aktivitetesh në kuadër të policimit komunitet për parandalimin e gjuhës së urrëties dhe të ekstremizmit të dhunshëm, si dhe keqpërdorimin e rrjeteve sociale, duke përfshirë nxënës, prindër, përfaqësues vendor dhe organizata të shoqërisë civile. Policia e Shtetit është sot pjesë e zbatimit të planit kombëtar për agjendën gratë, paqja dhe siguria dhe ne do të vijojmë të mbështesim nisma që fuqizojnë rolin e punonjësve të policisë përmes programeve të zhvillimit të karrierës, trajnimeve dhe përfshirjes aktive të tyre në fushat operacionale, hetimore dhe drejtuese. Mund të përmendim që sot është emëruar edhe shefja e dytë grua në një komisariat që ka quhuar të jetë në qarkun e Elbasanit. Të nderuar pjesëmarrës, dhe një herë ardhmja e Policisë së Shtetit është gjithëpërfshirëse. Ne duam që çdo grua dhe vajzë që zgjedh këtë profesion të ndjejë se ka hapësirën për të rritur, për të kontribuar dhe për të udhëhequr. Ky është vizioni ynë, një policie barabartë, profesionale dhe orientuar drejt qytetarëve. Jam i nderuar për këtë mundësi për të ndarë përvojën tonë dhe për bashkëpunimin e vazhdueshëm në ndërtimin e një shoqërie të sigurt, më të drejtë dhe më paqësore për të gjithë. Faleminderit.